Big Brother Kosova, Alba dhe Limini, afërsi, emocione dhe tension brenda shtëpisë. Shtëpia e Big Brother Kosova nuk pushon kurrë së prodhuari situata të papritura, momente që ndezin debat dhe emocionin e publikut. Një nga episodet më të komentuar së fundmi ka qenë ai i Albës dhe Limit, dy banorë që kanë krijuar një lidhje që nuk mund të quhet e zakonshme. Në një prej ditëve më dramatike, kamerat e produksionit kapën një moment privat, por emocionalisht të ngarkuar, kur Alba dhe Limini shkuan të bëjnë dush. Nuk është vetëm një skenë rutinore e përditshme, është një moment ku afërsia emocionale bëhet më e dukshme, ku përtej çdo fjalë. Shikimi dhe prekja tregojnë shumë për lidhjen e tyre, tensioni dhe pritshmëritë që nga fillimi i këtij sezoni, marrëdhënia e Albës dhe Limit ka qenë një rrugëtim emocional me kthesa të papritura. Shikimet, komentet dhe mënyra se si komunikojnë shpesh kanë ndezur të gjitha alarmet e banorëve të tjerë, duke krijuar një atmosferë kur çdo gest ka kuptim dhe çdo fjalë analizohet me kujdes. Ky moment i dushit ishte pikërisht kulmi i këtyre ndjenjave të ndërlikuara. Ata nuk flasin, por komunikojnë përmes shikimeve dhe lëvizjeve të vogla, një mënyrë që i bën banorët dhe audiencën të ndihen të tensionuar dhe të intriguar njëkohësisht. Puthjet dhe afërsia. Pas dushit, ata vazhduan të jenë afër njëri tjetrit, duke treguar përmes prekjeve të ngrohta dhe puthjeve të buta atë që nuk mund të shprehet me fjalë. Nuk është thjesht një afërsi fizike, është një shprehje e ndjenjave, e emocioneve të mbajtura për ditë të tëra. Alba, me natyrën e saj të sinqertë, dhe Limini, me mënyrën e tij shpesh të pasigurt, tregojnë një kontrast interesant që i bën të dy të ndjeshëm dhe të prekshëm për publikun. Kjo nuk është thjesht një lidhje romantike, është një eksperiment i ndjenjave, një mënyrë për të kuptuar vetë kufijtë e afërsisë, të besimit dhe të hapjes emocionale brenda një ambienti të monitoruar nga produksioni. Reagimi i shtëpisë dhe publikut, banorët e tjerë u përpoqën të kuptonin situatën, por shumica mbetën të habitur dhe të çuditur. Diskutimet e brendshme për këtë lidhje, për mënyrën se si ajo po evoluon, krijuan tension shtesë dhe dinamika të reja brenda shtëpisë. Publiku jashtë gjithashtu është ndarë në dy kampe. Ata që e shohin lidhjen e Albës dhe Limit si të sinqertë dhe emocionuese, ata që e shohin situatën si të komplikuar dhe të mbivlerësuar, por ajo që nuk mund të mohohet është fakti se momentet e tyre prekin emocionalisht shikuesit, sepse tregojnë një histori të thjesht njerëzore, dëshirën për afërsi, për mbushje emocionale dhe për të ndarë ndjenja të sinqerta. Edhe kur rrethanat janë të paparashikueshme, dukja e momentit dhe estetika, kamera e Big Brother kap çdo detaj. Dukja e Albës dhe Limit në këto momente intime dhe të ndjeshme është e përpunuar me kujdes. Dritat, reflekset dhe pozicionet tregojnë afërsinë dhe ngrohtësinë pa qenë eksplicite. Alba duket e natyrshme dhe e lirë, duke treguar sinqeritetin e saj emocional. Limini, me kujdes dhe rezervë, tregon një karakter më introspektiv, duke krijuar një kontrast emocional që e bën momentin më të pasur dhe më të vërtetë. Një analizë psikologjike e lidhjes. Lidhja e tyre është një shembull i një dinamike që shpesh ndodh në reality show, kur banorët janë të izoluar dhe monitoruar. Emocionet thelbësore dalin në sipërfaqe. Afërsia fizike dhe emocionale nuk është thjesht për spektakël, është një mënyrë për të menaxhuar stresin, vetminë dhe kompleksitetin e marrëdhënieve në një ambient të mbyllur. Puthjet e buta pas dushit janë një simbol i lidhjes së tyre të thellë, një mënyrë për të shprehur mbështetje, afërsi dhe ngrohtësi. Ato tregojnë gjithashtu ranisht dhe dobëtit njerëzor brenda një mjedisi konkurrues, ku çdo ndjenjë mund të interpretohet dhe peshohet. Në këtë moment, Alba dhe Limini nuk janë thjesht dy banorë. Ata janë personazhe që i japin ngjyrë historisë së Big Brother Kosova, duke treguar se edhe në lojë, emocionet janë më të rëndësishme se strategjitë. Afërsia e tyre, përveç se është moment i bukur dhe emocional, është edhe një pasqyrë e qartë e natyrës njerëzore, dëshira për të qenë pranë dikujt, për të kuptuar dhe për të ndjerë i lidhur, edhe kur gjithë bota po i sheh. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, secili banor ka një mënyrë të veçantë për të bërë i dallueshëm, për të lënë shenjë dhe për të krijuar karakterin e tij ose të saj në sy të publikut. Por Dolce, me një kombinim të pabesueshëm të humorit, sinqeritetit dhe pak sharmit të pakontrolluar, e ka çuar këtë koncept në një nivel tjetër, duke e kthyer një gjë të thjeshtë në një çështje të madhe. Kastraveci. Jo thjesht një perime, por një pasion. Kur Dolce flet për Kastravecin, nuk po flasim për një bisedë të zakonshme. Jo. Ajo e përjeton çdo Kastravec, çdo formë, çdo madhësi dhe çdo shije si një eksperiencë personale.
dhe ajo nuk fsheh as pak këtë preferencë, më i madh, më i gjatë, më i shijshëm, kështu shpesh e përshkruan ajo në bisedat e saj me banorët, duke e shndërruar Kastravecin në një simbol të kënaqësisë së saj të pakufizuar. Ky entuziazëm i saj i bën të tjerët të qeshin, por gjithmonë me një dozë të vogël të habis, sepse, le të jemi të sinqertë, sa banor tjetër do të fliste kaq hapur për një Kastravec? Dolce e ka kthyer këtë perime të zakonshme në një temë të përhershme diskutimi, një qejf të madh dhe një mënyrë për të treguar se ajo nuk ka frikë të thotë çfarë do dhe çfarë e pëlqen, mendja e madhe, një sinjora që di çfarë do. Një nga gjërat më interesante tek Dolce është siguria që ka në veten e saj. Kur thot, una jam sinjora këtu dhe dua Kastravecin më të madh, nuk po bën thjesht një kërkesë, ajo po vendos një standard, një ligj të vogël brenda shtëpisë së Big Brother. Ky kombinim i humorit, egos së shëndetshme dhe qejfit të pakufizuar për gjërat që e bëjnë të lumtur e ka kthyer atë në një nga figurat më të diskutueshme dhe më të dashura për audiencën, në mënyrë të çuditshme. Kastraveci është bërë simboli i autonomisë dhe shijes së saj të veçantë, një mënyrë për të treguar se brenda shtëpisë, Dolce ka rregullat e veta dhe nuk i lejon kompromiset. Reagimet e banorëve dhe audiencës, si gjithmonë, kur Dolce shfaq këtë pasion të saj për Kastravecët, banorët nuk mund të mos reagojnë, disa qeshin dhe e shikojnë me habi, duke u përpjekur të kuptojnë seriozitetin e saj. Të tjerët përpiqen ta paragjykojnë, por shpesh e kuptojnë se Dolce ka aftësinë të bëjë çdo temë të zakonshme, të jashtëzakonshme. Publiku jashtë shtëpisë e ka përqafuar këtë tipar si një nga më të veçantët e këtij sezoni, duke bërë që çdo koment i saj për Kastravecin të bëhet viral në rrjetet sociale. Kastraveci si metaforë, jo vetëm perime, por karakter, në mënyrë të çuditshme. Kastraveci i Dolce nuk është vetëm një perime. Është një metaforë e karakterit të saj, ajo nuk ndalet para asgjëje për të marrë atë që dëshiron, ajo nuk fsheh qejfin e saj, ajo nuk ka frikë të tregojë se çfarë e bën të lumtur, pavarësisht nga reagimet e të tjerëve. Në këtë kontekst, çdo Kastravec që ajo kërkon është një deklaratë identiteti. Kjo jam unë, kjo dua dhe nuk do të kompromishem. Humori dhe lidhja me audiencën, Dolce e ka kthyer këtë temë në një lojë sociale. Çdo shaka, çdo koment, çdo përmendje e Kastravecit ka efekt psikologjik dhe social brenda shtëpisë, ndihmon të krijojë bashkëpunime dhe aleanca të qeshura, krijon momente të paharrueshme për audiencën. E vendos Dolcen si një nga banorët më origjinale dhe të paharrueshme të Big Brother Kosova. Në mënyrë të veçantë, audienca e do jo vetëm për qejfin, por për autenticitetin e saj të çiltër. Një gjë që nuk është e zakonshme në botën e reality show-ve, ku shumë banor luajnë role, një histori e madhe për një gjë të vogël. Në fund, ajo që Dolce ka arritur është e jashtëzakonshme. Ajo ka transformuar një Kastravec të zakonshëm në një histori të madhe, një debat, një argëtim dhe një simbol të personalitetit të saj. Çdo shikim, çdo koment dhe çdo lëvizje e Kastravecit brenda shtëpisë nuk është më thjesht perime. Ajo ka kthyer këtë gjë të vogël në një simbol të karakterit, sigurisë dhe humorit të saj të veçantë.